Që ky është që me çdo kusht po mundohet me shti për çamje mes fejve, sepse emrin sinqerisht nuk po du m'ja përmend. Atëhere, hajde ta ndëgjojmë që të kong që e ka bo kundra muslimanëve shqiptar, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Siamo arabizi si corbi, ammarian si castrioti, gjaku i moj paqiloti. Nuk kemi lidhje me imama turkofila, na jemi shqipe nuk kemi lindu kopila. Shqiptar kem linde, shqiptar jemi me zemër, se mbrojmë Krishtin kur për asnjë emër. U largoj duart e demonit, turkoshak prej anadolit. Mu thoni ka i kastriotit, katolik kopri jam prej apostulit. Ta na i qonim kritikoni muë, kishe one po shti për qamje për këtë pje. One veç jëm të embrojt fejnë islame pe këtynov njerëzve të këqi, pe këtynov racista. Tinaj edhe plët tjerve, one veç një fjallja u thëmë. One juve nuk ju marë për shembull, do me thonë as fejnë që ju e besani. Veç që të fjallë pja u thëmë. Jo, te do me thonë, edhe ata që jenë mas teje, jo jeni që ata që menoni që Zoti u ringjall. Do me thonë, si pas juve tash ju pibini që jeni romak edhe jeni hebrejnë, do me thonë jeni të Izraelit. Sepse krijimi, do me thonë, kur u lind feja e krishterizmit, është kriju në Izrael. Dhe pastaj e ka pru perandoria romake në për shtete të tjera. Do me thonë, ju s'ka ki shqiptar. Sepse ju po dini me i kritikua musliman për këtë pjesë. Si ju vjen more, burrat 50 vjet gati me dal me fol pa lidhje. As edhe një musliman deri që tash për çka di e çam ka ro me nejt në për rrjetet sociale. As edhe një musliman nuk ka shti për qamje. Po pasha që di gjëmaje, kur e për jet nuk ju lon rahat. Sa herë postoni kësi sen e rasizmi, që me di që edhe jeta jem kërcenuhet. Por t'lumin Allah, çdo herë ku me dal mbrojtjet fejes ma drejt e ma sinqe. E ajo fej është vetëm feja islame.